Petrit Ramohitaj, një nga 10 akuzuarit për vjedhjen e 713 milion lekëve në Thesar, i ka lënë topin në derë ish shefit të tij Dorian Çollaku dhe kupolës drejtuese të Bankës së Shqipërisë për atë që ndodhi në arkën ku ai ishte përgjegjës. Gjatë seancës për rivlerësimin e masës së sigurisë në gjykatën e apelit, i pandeuri Ramohitaj ka deklaruar se në departamentin e emisionit nuk ka pasur një rregullore për sigurinë dhe asnjë kasafort ku të mbaheshin çelësat e parave. Urdhri i Bankës së Shqipërisë për rregullore në departamentin e emisionit nuk mund të zbatohej. Në këtë departament nuk kemi patur logjistik ku të vendosim 3 çelësat. Madje nuk kemi patur as kasafort sigurie. Udhëzimi i bankës për sigurinë e dhomave ku mbaheshin parat ishte i pazbatueshëm në kushtet ku punonim dhe për më tepër nuk na ishte komunikuar asnjëherë. Kasaforta për çelësat dhe rregulloria e sigurisë u vendosën pas vjedhjes. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe i arrestuari tjetër, po me të njëjtën akuzë, Bashkim Gjilaga. S'kemi pasur asnjë udhëzim për mënyrën e punës. Unë baja çelësa duplikat dhe jo ata me të cilët janë vjedhur parat. Ish shefi Ramohitajt dhe Gjilagës, drejtori i qendrës së emisionit Dorian Çollaku i ka qëndruar fort të mbrojtjes së tij se nuk është përgjegjës për vjedhjen. Nuk ekziston asnjë fakt që të vërtetoj që me veprimet dhe mosveprimet e mia, unë të kem marrë pjesë në vjedhje dhe për më tepër të kem përfituar nga gjithë kjo histori. Edhe avokatët të mbrojtës kanë mbështetur pretendimin e pafajësisë së Çollakut, por prokuroria ka pretenduar të kundërtën. Në drejtimin e të dyshuarit Çollaku është bërë vjedhja. Nuk kam patur asnjë rregullore për funksionimin e punës pasi ai duhet ta nxirrte. Duhet të nxirrte akte normative për funksionimin e departamentit të emisionit. Pasi ka dëgjuar të gjitha palët, gjykata në fund i ka dhënë të drejtë organit të akuzës duke mbajtur në burg 8 të pandeurit që kishin kërkuar rishikim të masës, ndërsa personazhet kryesor të hetimit për vjedhjen spektakolare, Ardian Bitraj dhe Mimoza Bruzia, nuk janë lodhur fare të apelojnë duke u pajtuar me qëndrimin në qeli.